fitoren, por është e sigurt që pa u futur në zgjedhje dhe pa e provuar nuk do dim asnjëherë se si do shkojë kjo gjëja. Kështu që gjithsesi do të prodhoj, mendoj, Partia Demokratike për te asaj ripërsëritjes të gjithë elementeve që ne kemi parë, nga protestat dhe nga gjitha ato që po bën, të cilat nuk janë duke faktorizuar dhe pse majoranca është në momentin e saj më kritik, mendoj që ka shansin nëse dëshiron, sepse ka pafund njerëz që mendojnë që Partia Demokratike dëshiron të jetë opozit. Tani e ka mundësinë sërish edhe një herë tjetër ta dëshmojë nëse po e bën në mënyrë fiktive apo seriozisht do që të hapet dhe të ketë një përfaqësim edhe të atyre që mendojnë ndryshe nga kryetari. Të dyja forcat politike, si Partia Demokratike, si Partia Socialiste, kanë muajin qershor një muaj ristrukturimi, sepse në 23 maj PD-ja mban zgjedhjet për kryetar, por në 6 qershor do të jetë kuvendi i partisë. Që do jetë certifikimi, besoj. Certifikimi i zgjedhjeve, por natyrisht edhe një lloj fryme re për forumet. Pra, do të marrë një portret partia se si do të jetë si në zgjedhjet lokale që janë tek dera, por edhe për zgjedhjet e përgjithshme apo të parakohshme që pretendohen. Ndërkohë që Partia Socialiste nuk hyn në garën për kryetar, por qershorin e ka një muaj të asaj strukturës kapilare që Rama e ka dëshmuar që dita bëj, do shkoj qark me qark ose do takoj drejtues qarqeve, nuk ka rëndësi, por do të filloj dhe do fusi në peshë të plot strukturën e tij si të jenë zgjedhjet nesër. Do të thënë për këtë ka një sistem organizativ shumë efikas. Çfarë prodhon në fakt ky lloj organizimi në qershor për dyja partitë? Prodhon parti më të forta në bazë dhe më demokratike dhe më të mira për vendin, apo prodhon parti më të mira për dy liderët, të cilët shtrojnë shinat për 4 vitet e ardhshme duke mënjanuar dhe disa cepa që ndoshta nuk janë aty ku duan ata të jenë. Me të drejtë, Mirela ti ngre atë po themi përplasjen midis një partie që ka po themi një demokraci të brendshme që funksionon në formën e meritokracive, ashtu siç ne kemi parë në vendet e Bashkimit Evropian, apo jemi referuar shpesh statutet përkatëse supozohet që të jenë. Pra këto statut i kanë, se nuk është se kanë shkruar statut që jemi monopartiak, kemi këtë formë edhe dakord atëherë pse kërkojmë ne. Pra, ka përputhje statutit teoria në letër me... I kanë ndryshuar statutet sa herë kanë dashur në varësi të situatave të tyre. Për shembull, zoti Rama në rikonstrukturimin, po themi, të partisë, duket i qartë që nuk po e bën në mënyrë fiktive, sepse ai është i qartë për pozicionin që ka brenda partisë, dhe nuk po flas tashmë për qeverisjen, por brenda partisë, dhe ne dim edhe nga zbardhjet e pak ditëve më parë, ku ai i qartës ju flet të tive, duke thënë që jeni këtu për shkakun tim. Pra nuk ka asnjë dilemë se takon kryetarit Partisë Socialiste. Dhe as nuk futet as për të treguar as për mënyrë fiktive, pra nuk do të bindi askënd. Megjithatë, ai është i qartë që krahas ndryshimeve që bën në qeverisje, krahas ndryshimeve që ka bërë shpesh edhe në aspektin mediatik, ajo që i duhet tashmë për shkak të lëvizjeve që vijnë nga drejtësia, i duhet rikonstrukturimi i partisë. Dhe këto e pam për shkak dhe të momentit shumë kyç që kishim vetëm pak ditë më parë, se takon votimit që patëm në parlament dhe mbledhjeve të grupit parlamentar përpara për të diskutuar mbi atë që do vendoste. Për të thënë që grupi, po themi, i partisë apo edhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka raste kur kanë përçarjet e brendshme, gjë që ne kemi parë, kemi diskutuar ndër vite, ku operojnë me klane. Kështu që ai qartazi duket i pak kënaqur me strukturat partijake dhe do që edhe mos të ketë, po themi, një lehtësi. Disa herë ka bërë thirrje që deputetët të mos shkëpusin raportet me terrenin, të shkohet në bazë, të shkohet të qytetari, sepse e di që në mandatin e 4 mundësia shkërmoqjes në një pushtet absolut me 83 mandate, plus të tjera që ndoshta nuk i ka në mënyrë zyrtare, mundësinë më të mirë dhe më të madhe që të bi, në fakt është nga ky pushteti akumuluar dhe pasjen e garancisë se asgjë nuk e zhbën dot më. Dhe kjo e kemi kuptuar edhe në marrëdhënien se si janë kanuar në ministri të ndryshme apo në forma qeverisje në këto vitet e fundit. Kështu që i qartë për këtë gjë, për shkak edhe të ndryshimeve dhe zhvillimeve dhe në raport me Bashkimin Evropian dhe në raport me drejtësinë, ai do një
parti të rinovohet, tashmë edhe nga figurat të paktat që kanë mbetur, se rinovimin më të madh ja ka bërë SPAK-u, të ketë edhe elementet kyç të cilët i do të edhe të shkundur, po edhe edhe më të bindur se ata janë. Në Spiropali, Gjafaj, Gonxhe ishin 3 emrat që munguan në votim. U spekulua shumë. Në fakt, mendon që pavarësisht gjithë trysnis dhe gjithë pushtetit absolut që Rama ka në atë parti, ka hapësira vakume ku zërat ndryshe, sado minor të jenë, ekzistojnë, apo u shuan në këtë mbledhjen e fundit? Përballja, patjetër që ky ishte një nga lajmet, po themi, të shumë pritura ndoshta, se ishte pa diskutueshme se kishim vite që nuk shikonim një devijim nga linjat e partive, e partisë në këtë rast, dhe unë mendoj që secili nga ata ka patur një lloj kurajo, pavarësisht se ndoshta argumentin për kryetarin e grupit mund ta kenë dhënë të ndryshëm, kuptohet qartë që ai ka qenë një qëndrim i tyre, për mua për të përshëndetur, sepse sado i vogël të jetë rebelimi në një pushtet të tillë, gjithsesi vlen për të vlerësuar dhe sa herë kemi kritikuar rebelimi është në emër të parimit apo inate personale? Po, të parimit i kemi parë që nuk ka patur Mirela, pra është larg kësaj gjëje, po edhe të këtyre linjave personale, shpesh herë ne kemi parë, për shembull, kemi diskutuar shpesh për raportin e Krisut që kishte ndër vite Erion Velia me zonjën Balluku, por ndërkohë shikonim në përmbledhjen e qeverisë që postonin foto, ndërkohë që kjo ishte e dukshme një lloj propagande. Ndërsa sot kemi ardhur në rastin e 3 emrave, të cilat jam e bindur që kanë një linjë e cila lidhet edhe me figurën e tyre apo në raport edhe me ato klanet brenda Partisë Socialiste, të cilat nuk janë aq të dukshme sa Partia Demokratike, që ne i marrim vesh akoma pa mbaruar mbledhjen. Pushteti akoma. Por i mbulon pushteti dhe frika e zotit Rama, besoj, sepse ne pam që shkarkimet, ndoshta edhe pa njësoj si emerime, ka pushtet, se po tjetë në opozitë ne pam, se që ndodhin 2013 me Partinë Demokratike që pati një strukturë edhe më të fortë. Kanë çfarë humbin, prandaj edhe kanë më të vështirë të shpërfaqen.